Tomas Bërdari që ka ndjekur ndeshjen ndaj Laçit nga tribuna e stadiumit Loro Boriçi duke qenë se ishte i pezulluar për arsye kartonësh. Megjithatë në fund ai u pa i gëzuar duke qenë se skuadra e tij arriti objektivin për të qenë në dy vendet e para të renditjes. Pas ndeshjes ai dha një prononcim për mediat në lidhje me duelet e gjysmëfinaleve, teksa tregoi edhe disa detaje të tjera që kanë të bëjnë me ecurinë e vllaznisë. Pikë së pari falenderoj djemt për ndeshjet që kanë luajtur këtë sezon. Arritëm të kapnim vendin e dytë. Kjo është diçka speciale. Të kualifikohemi në dy vendet e para ishte objektivi ynë i madh që kishim. Kemi patur sukses, por normalisht që mund të rritemi në çdo drejtim akoma. Megjithatë, ishte e rëndësishme të jemi në dy vendet e para. Duhet të mësojmë gjithmonë nga ndeshjet. Tani, fokusi jon do të jetë për gjysmëfinalen e parë. Kundërshtari i gjysmëfinales, për mua nuk ka rëndësi se kush do të jetë përballë nesh në gjysmëfinale. Nuk ka as pak rëndësi se ndaj cilit ekip do të luajmë. Kemi shumë respekt për të gjithë kundërshtarët. Do ta përgatisim çdo ndeshje në mënyrë sa më profesionale dhe do të luftojmë vetëm për finalen. Bërdari foli edhe rreth mungesave të Stojanović dhe Delajt, teksa qendërmbrojtësi serb sipas trajnerit mungoi për arsye dëmtimi, ndërsa mesfushori shkodran ka 3 javë që nuk grumbullohet nga tekniku gjermano-kroat. Stojanović është dëmtuar ndeshjen e fundit ndaj Dinamos. Shpresojmë që të rikthehet sa më shpejt që të jetë përsëri pjesë e ekipit. Delaj, mua më vjen keq për të, është një djalë i ri. Ai e meriton që të jetë në skuadër, por në këtë momente disa futbollistë të tjerë kanë më tepër avantazhe. Megjithatë, për sfidën e radhës do të shohim mundësinë ta grumbullojmë. Tashmë pasi vllaznia ja doli të siguronte objektivin e saj të parë, atë të renditjes në dy vendet e para të kampionatit, duke patur si avantazh edhe barazimin për ndeshje gjysmëfinale të Final Four, ku që blu duken të vendosur për të tentuar edhe titullin.